Tito i shkruan letër udhëheqëses së Partisë Komuniste të Shqipërisë, duke theksuar se ju keni kërkuar shpjegimin nga udhëheqja e Partisë Komuniste dhe drejt për drejt nga komunikimi me Ivan Milutinović për çështjen e Kosovës, nuk është koha tani gjatë luftimeve që të shtrohet kjo çështje. Udhëheqja e Partisë Komuniste të Shqipërisë sërish vazhdon me çështjen e Kosovës, dhe e dërgon një delegacion me në krye Vasil Shanto, një prej udhëheqësve të respektuar të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë, e dërgon takim me Ivan Milutinovićin. Pra nuk i mjaftojnë as letra e Milutinovićit përgjigje, as e Titos. I dërgon, pra e dërgojnë takim me te. Në ndërkohë, Tito sërish ju shkruan thot, kërkesa thot, e ju i thot, që me çdo kusht thot, që jipet konkluzion dhe vendim se çfarë fati dhe çfarë do të ndodh me çështjen e Kosovës dhe me kërkesën për e Shqipërisë për bashkim të Kosovës me Shqipëri, për kërkesën edhe të udhëheqësve partizan dhe komunist shqiptar të Kosovës, pasaj kohë, dhe vetë popullit shqiptar të Kosovës, thot kjo çështje thot tani nuk është për të diskutuar thot, dhe përmendja thot e Milutin Popovićit thot në letër thot, dhe barazimi thot i çështjes Kosovës me Istrën të Dallmacia, po thot nuk është meritor dhe është i pavend. Pse i themi këto fakte tash? Pra jemi te muji dhjetor, reagimet e Titos tash. Këto tash nuk mjaftohet me shpjegimet e Milutinovićit dhe tjerë, po vetë dhe thot jep përgjigje në emër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Prem dhjetor, me 31 dhjetor, 1943, fillojnë punimet e konferencës së Bujanit, e cila vazhdon deri me 1-2-3 janar 1944. Pra, udhëheqja e Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe partizanët shqiptarë, me në krye Fadil Hoxhën, Xhavet Nemonin, Hajdar Dushin, nuk mjaftohen dhe nuk, e them drejt për drejt, nuk dorëzohen para letrave ultimative as të Titos, as Partisë Komuniste të Jugosllavisë, tyne, dhe shifne do thot, e mojnë pra konferencen, e thirin konferencen e Bujanit, në cilin do thot është tekstualisht qëndrimi për i Kosovës bashkim me Shqipëni. Dhe, pra, as në letrat e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë, as në konferencen e Bujanit, nuk flitet për çështjet e vetvendosura, po flitet drejt për drejt për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.